Tha dhe mund keni gënjy. Leonora ju tha, Leonora se ju ka përshtet mas shumë ti tha, arriti ludo, tha qëta se kam prit, tha kur. A tha shone. Do më thonë, foncin ma të madhen, që ka ju ka desh mas shumë ti, e keni gënjy. Me gjestet, para finales. Mas finales, po, pas finales. Edhe të nominimit, po më vjen shumë keq, të nominimit Klodit, ku dur Klodi nominim për me dalë në finale me mu. Aty je shumë gabim. Vallaj se keni Aty je shumë gabim, pasha zotin, aty je shumë gabim. Ma shumë e ka përshëtet. Sa herë, gjatë pasën jove, e kena kursu, po, tash ti... Zotë është i malë. Unë i kam po për sajnë të aty je për një me shumë. Edhe që ta që për të këthena. A din që shti shesë anët, po ti ishe për anës tone. Ajo është dalimi. E ti nuk e, përderi sa nuk e ngon komplet anën tjetër. Edhe mundosh mu bo neutral, atëherë nuk mundosh me tonë që je. Tajten, çka ka ndodhë? Tajten ju gjuhët Aurora Lundrimit, Lundrimi ju gjuhët Klodit, për se kishi se qëto hapsirë, shto sene, jo e futët me një pozicion Klodit shumë keq, të pramë të nish atëherni, do më thonë, pjesa finales, unë e shkova. E ta shapet, do më thonë që e njejta gjotë qyshe i mundu me bo me mu, ta shti kokim, qka po do me në... Ty konë se keni mbrojt, si shok se keni mbrojt, po vjen keq, nuk e keni mbrojt. O lutë në momentit që dikush drejtohet edhe mendon që është gabim një shok i vërtet ta thot mendimin e vetë. Po jo tajtën para finales, para nominimit. Po ma fej shkon me mshej gojen edhe me thonë... Jo hiq më shujt, po se dush me mbrojt. Jo se na dejnë këtë javë, do me thonë ti që si kur me neve ti nuk mund është me ditë në sa situata e kena kursi. është e njëjta situatë e litë si ajo që unë debatova me Lundrimin me situatën Lavanderi. Qashto? Pra, nëse janë 5 veta që janë sulur, 5 që sulmonin, Alba që të bënte presion ty, Benita që thoshte kam një bombë, dhe Klodi ishte, s'po dinte ku të cilej, unë me Lundrimin, të dy kishim të njëjtin mendim, që e kishte bërë vetë çorbën, por unë e mbajta gojën mbyllur, Lundrimi foli. Është një njëjta situatë. Pra, në momenti që ti flet, shoku ngusht, do të thotë që këtyre që po e sulmojnë ti u jep krah. Edhe në rastin tuaj, në momenti që Klodi është nominim dhe ishte garë me gjithë për të shkuar në finale, në momenti që ju flisni, sigurisht që mund t'i bëni dëm në publik. Pra, juve, si shoqëri, ju takonte të mbani gojën mbyllur. Po, ai e ka full, do me thonë... Jo me mbrojt. është një gjë që ai nuk o ka pranon, po ajo është një fakt që qëndron, që une, mu ka hap goja në momentit që ai ka full, për Elionën, diçka që Eliona e ndinë se jo drejt. Se ai tha që Lundrimi edhe une... Po, ku është shoqëria këtu? Le tjetë jo drejt. Kaloj nominimin, pas ta hajde pa Klodi, se kjo që the ti... Po, ajo është një diskutim që nuk e kena pas, veç në qatë jo që u ku në nominim, po një diskutim që e kena pas gjithmonë. Do me thonë, edhe Klodi e din shumë mirë që Eliona në atë rast nuk e mbyll goje, se nuk është e drejt. A parë me ty t'i shka? Qka me prita? Dëgjo, të gjithë këtu të kjo nuk e mbyll gojën, se është e drejt, është shumë hipokrizi, se të gjitha kemi mbyll gojën në rastet të veçanta. Të gjitha kemi mbyll gojën. Në rastet veçanta kur na ka interesuar. Mos e merë tash nëse ti fillë prekësh. Unë, për ty dhe për Klodin, shumë herë kam zgjedhur mos të flasë. Pikërisht për anën emocionale që kisha me ju. Kam zgjedhur mos flasë. Dhe këtu jap drejt në Albës në një farë mënyre që thoshte drejtësi selektive. Jo me të gjithë, po me ju të dy po. Edhe mu duhet mu ma dhanë edhe mu. Edhe mu, se u kisha 5 shef me bashkë. Jo, këtë Alba e thoshte gjithmonë, por e thoshte në përgjithsi. Unë të thësha se... Ndërkohë, unë e kam mbyllur gojën vetë për këta të dy. Kam zgjedhur mos flas. Okej, një pyetje. Edhe unë jam njëri që i them gjëra drejt. Një pyetje. Por në atë rast e kam qepur. Më të mërë të shapo. Ku erë baba jetë se thash, unë e kësha thonë pak ndryshe, jo të tret më gjojtët mu, sidomos Klodi e Lundrimi. Shka po përzirë, shka po përzirë. Tash ti me vetë unë e sot, babën tanë, ose ku dalmi për bigë, thamë, a kishi besu se i ndodhë shtin me treve, se ti vetë i konë fanë si këtin me treve, që kjo kështon më kanë habit. Jajtën Cukër Leonora. Sepse nuk e kanë prit njerëzit që u kanë desh kas shumë juve, mju po bashkë se ndodhë që kjo. Nuk e kanë prit, të më vjen kesh. Ore se është një rëzore që ti të duash të mirën e vetës në rrath të parë. Bravo! Që kjo është. Që kjo është. Por,
Ma mirë kishtë tonë, babe, ta di shka, jeni 3, jeni vla të 8 të liftu për një çmim, tash e mas kështë Nëse në rrugë. ti aty gjykon, a i nuk erdi si lojtar o vlla. Po dhe që kjo pun pengon. A ishte babi, ishte emocional në ato që tha, ç'lidhe ka, i nuk i tha me strategji ato që tha. S'habitet se Po ai... që apon vetë, luj vetë. Mas pari ai s'habitet. A i mund këtë dënë edhe këtë, që ideja e që i kanë sulmuar, Po që ajo është që u kom... me u dhënë fort që jeni shumë okej. Po është presioni o burë, qërë babi e shes si shqipusune, nuk e di që kam pas shqipus qatë gjonë. Po babi e din që na shuqine kina pas shumë pasër, po keq ajo pikë që qka po dion ju hini tuta, qka po dion, edhe thej, po ajo nuk do me thonë që qërë qëtu keq kuptime ose keq kuptime, po thonë. Lëndrimi qa ditë se ki i në finale. Unë i këshirë shumë detajat. Lëndrimi qa ditë se ti ki në finale u këtujnë prime apet. Që kjo buzi shkaj ki që shto, zarma dhe më nëzë keshke dhe pismet ka... Po më ka ardhë keq o burë asë në kipo e për qafsha tha mu isha, i thësha o vla, thësha ti edhe ti mas me e kimi një me njëherë, po nërmaj, e tash ti thu jem qërë ku është budalaku janë. Unë së shaduf më një keq, unë shaduf për një me, mi najtë ofër edhe me thonë, lëndrim më stanin, se ti kime, që kjo është pjesa ku Klodi thot ti je shumë egoiste. Nashti, në këtë pikë muna më dokë se egoiste, për realisht, do me thonë, unë e ku marrë lëndrimi, edhe i kumë thonë, lëndrim më së mërzit, thash se burë, adin edhe ti kime hi mas me e fina, thash po nina keq, i thash qaty për qaty, i thash edhe Klodi tha bravo, i thash lesës, po më djena dhe keq më gëzu, apo kuptojnë, ku realisht, që aty u konë momenti jam, ku unë isha duf, që kjo është konë për një me, gabimi jam. Po ndjem keq se hyra vetë në finale? Jo, ku? Merë kesë se e pova që i hupi qerja, O, se su konë që të shnija që që dosh më konë, e gabimi jem u konë, unë isha duft në qatë javë, mi majtë të të ofër, edhe mi thonë edhe jo keni një finale, e jo mu largune për ty dhe me fajsu vetën edhe me thonë, qka ju bona, qka ju bona. Unë avlerësoj Hygin cilitare, edhe pas në vjetë do ideja për Hygin, dakord? Pi fillimit... Jo, s'mi ke vjetë, ti kam dhëmë vetë. Po ne, se mi pasi, por ne kam shpezu në rast. Se jam qashtu më unë këto pikë si jam trigu në këtë pikë lojtare, po mirë po... Që të më takë edhe njëherë. Unë edhe Hygi pas mi bashkëpunu, qatë super bashk, edhe unë si lu do thamë, ej, në regëll, ti ki arë, këtu Hygi ka 30 vjetë përvojnë televizor, ka di mu shumë, Hygi hini para me në finale, po edhe unë të kënëra shumë afër finales. Ty ditë kish mi shujtë, si na lojtar, a jo, vla, jo, na keni shti, jo. Ti shikon ju korrekt në mes veti kështu, o vlla, unë e kam profitu prej. Bur, unë e ma korrekt, po ti kam shti pasha zotin. Unë e kam profitu prej. Jo, më nuk, ne jo më nuk me rrës. Këna jo më nuk më gëzu. Unë e kam profitu prej. Klodi kështu, edhe kështu shujt. Po se s'keni shujt, shqit se si një lojtar të fort. Në momentin e debatit me Dolçen. Kështu si një apostër. Në momentin e debatit me Dolçen. A kuptove? Po. A kuptove mirë? Po e kuptove. Në momentin e debatit me Dolçen, unë vurare 2 herë edhe e kam përmend që Klodi nga shtrirë, unë ngritë në këmbë. Qashtu? Një 2 momente që thoshte Dolçen. Edhe unë me bështyni. Po qëto janë koncanët që për një mem kanë mërzit. Po, dhe në këtë rast, unë si njeri jashtë këtyre të treve, momenti që e konsideroj Dolçen lojtare që në përgjithësi nuk ka fol, por kur ka fol ta ka dhënë mendimin e vetë pastër, pa kam interes tu, kam interes atje. Shumë më ka habit. Sigurisht që kam gjithë drejtat e botës, e jam lojtare, jam kundërshtare të ngre dyshime. Momentin që 2 njerëz që kam denjur 24 orë, në shtatë, 3 muaj me radhë, tak, qohet, unë këtë tak, qohet, e shof që pritë se më erdhi një moment që unë mund të shfrytëzoj. E që kjo, faliminderit, ty se te Hyger të pe kupton ku po full, për Napoleon s'pe kupton. Që kjo më ka thy. Atere. Kjo më ka thy. Në momentin që Dolçe filloj të debatonte me Elionën dhe tha 2-3 gjëra, të thash, Klodi unë ngrit. Pse unë ngrit? Unë ngrit. Unë, si Gerta, po themi, që jam jashtë saj treshes, jam lojtare. Dhe e shof në interes tim. Dhe kam drejtat e botës të dyshoj, se s'kam denjur unë me Elin. Nuk e mnje, nuk e njof unë ai shumë Elin. Pra, mund të më vërë që a thot Dolçe, duke konsideruar edhe kush e thotë, se kjo është shumë e rëndësishme. Pra, që a thot Dolçe, pritë se unë s'kam denjur me këtë, shife Dolçe pas ka parë ca detaje.
kurse, Këta fakti që këta kanë denjur 24 orë, po pra, po them, kanë denjur 24 orë 7, me njëri tjetrin, ne ka njohur njëri tjetrin në ekstrem, momenti që ti ngrihesh, dhe kur dëgjon ato të dyja, mua nuk duket që ti dyshon, sepse ti e ke parë këtë, kam gjesin darkë, po që janë momente që ti mund të shfrytëzosh. E që kjo është që unë Dhe që fakti ishte që u shfrytëzuan. Që tu se anë s'po di mi lidhë. Që sa të ditë më të mirë. Po vjen shumë keq. Po kam qenë nëse ti dish, unë kam qenë. Po marr Klodin si shembull. Jo Klodi si shembull, ti tha Klodin u çu. Po pra, Po shka kuptove ti se u çu Klodi? Po pra, në momentin që ti je shtrirë, po dëgjon debatin, dhe Dolce thotë se ti ke lujt, A, ke lujt. ti ke lujt, tani ti ke ndenjur 24 orë me këtë. Edhe mund është me dit, a unë e pëlqej. Ti e di kush është Eli. Kështu na e ke prezantuar deri tani. Që unë e njoh mirë. Momenti që ti çohesh, Ja dhe këja kosh. prit se pas kam një armë. Dhe të nesërmen, faktikisht u shfrytzuar. E që kjo, e mu nuk që përsa rrej, do që në vore ka kuptu se i shkon me sy çdo. Jo, edhe veç në sekundë. Brej vesh ki sy Ludoj, e që kjo është pjesa ku unë të kumë thonë, mu nuk më ka lëndu fakti që ka fola jo, se unë e mrena vetës e di burridheu që nuk ta thash për me të hangër, se po më vjen edhe keq me thonë. Po u tha tash, edhe e nuk e kumë thonë për ashtu, e kumë thonë, unë e di që unë e kumë thonë për që shumë rana dojtë. Jo, po që në ganë, unë e kumë di që nuk e kumë posë një, po unë e që ka kumë pritë është që njerës që ka nejtë me mu edhe ata e dinë, se nuk ka nejtë badihava me mu. Edhe ja kumë thonë, edhe Klodi edhe Lëndrin thash, burë ju 3 muj ditë keni nejtë me mu për çka për me dyshu komplet mu si njëri. Thash edhe mu që kjo edhe ndarkë që e thash, mu që kjo më lenë me në kuptu. Jo, në marshë në të dyshu ta ty sa veç që ti. Unë thash, e që kjo mu më lenë me në kuptu që ju jeni Ja, unë dyshoj dhe të Eli, pa tjetër. Të tret, po. E që aty e thash, e që aty kur ju theti, që më theti që më fajsove mu pëse ju thash fejt. Shumë interesant që ju. Thash jo, që kjo mu po më lenë me në kuptu që ju po dyshonin mu si njëri, po më lenë me në kuptu që ju në këtë rast jeni fejk, edhe për një me që ashtu merdë se, qysh mu më shte burë i fort, Klodi që one ja kumë folë me Klodin që të mrena ja me kanë, për pëlqime, për spëlqime, për të ardhmen, për burën që e du, për qëto sene, fix për qëto tema, për preferencat e mija, për senet e mija, që shmu më shte, në këtë pikë lojes, më ngrit edhe me dyshu që one nuk po di me vendosë ape du Klodin, ape du Ludon, ka erdhe ti burë, i forë. Oke, e që une e kum jep, që une e kum bo gabimin, që une e kum jep materialin për mu shfridzu e kum jep. Që une e kum jep materialin që ka mujtë mu shfridzu e kum jep që u shfridzu. Amo që une në dërgjegja jeme, për një me që une që ashtu jom thyrë jasë u konë veç qaj fakt edhe shumë faliminderit që se qëtë sene s'pëm ditë mi lidhën fjallë. Ti apo të prime jo, do më thonë pozitiv komentan nga i te, po ti nuk u dërzove dhe shkojnë finale, e dakord? Prime, ke më shumë kundra sa pro me ty. Po. Mu ka do kjo 80 herë. 80%. Nërë po të vesë shka. Te ju 3, me të vërtit, ku e nishi opionistat, ju mbrojt, ju forcojsh edhe ma shumë. Edhe e pyta Klodin dje se po thuti pse, qka keni bu bëza dje. Do më thonë, për një me, deshta me flet, edhe më hinin kry, edhe ju ktheva, thash, Alla hile kërë, thash, a bë me dit, a për një me ja ki njës me dyshu edhe në përqimin e në krejt qka kum pason e dejsot, a du thash, a të kum jep në arsye me dyshu, thash se unë e fill e di shumë mirë që në ti nuk dyshon, thash, po mu, që kjo veç që to po du me di. Që ta meqe, i thot fill, që nuk dyshon. Jo, po e di, jo, thasha, zotin e di. Shumë është e meqe. Se nuk kum jep arsye për një me se s'ke pëlqy. Po, unë e di edhe biseda që i kum pas me na gjermanisht thonë übertrieben. Që do të shqip übertrieben? Me të pru. E të prume. Çdo sa në konë... Me egzageru. Egzageru, bravo. Jo, po, edhe çdo sa... E keni egzageru, mo, se familjarisht na keni mërzi. Veç që të mrena i ndjenë senet edhe 10 fish, është edhe ajli fakt, se që tu... Unë e të vete, që tu... A gzimin e kum një 10 fish këtu mrena, a mërzin e kum një 10 fish këtu mrena, çdo emocion e kum përjetu që tu double e stër double, 4 fish. Do më thonë, unë këtu mrena jom gzu për një kolodon, jom gzu, jom shkri, do me thonë, më ka do kësi një gjama. Po, ti për një pizë gzosh. Për një ofendim për i dikujt që se kom kur gjoj jom mërzit, thu se, apo kuptan. Tu tret në nënve dhije se që që tha Hygi që se paroj, e keni ditë se është në interesi i par atë një shëtëshnia. Më regëll, vazhdojnë. Se
Qëto që e tha Hygi, unë e pëmunona që një dy dit me lidhën fjallë. Sa unë të bëvosta? Jo, qëto, edhe unë të bëvos që e tha ka pos shumë sens. Unë të bëvosta shumë interesant. Për qëto, duna me menu për një me. Unë të bëvosta shumë. Për Nën vedien. Jo, nën vedia është shumë rëndësishme. Amo aty, apet unë e Nën ndërgjegje, është e njëjta gjë, valla. Ndërgjegje, vetdije është e njëjta gjë. Nën vedije ndodh edhe këtë jetë. Varet se si e përdor nën ndërgjegje ose nën vedije dhe vedije. Çika jeme, nën vedije e din se babi vetë mbron. Por nën vedije dhe din se kur ka probleme do të më shku te mami. Nën vedije funksionon njëri shumë. Jo, kjo është logjik. Po nën vedije, këto shumë. Po vedije, po nën vedije. Nën vedije shumë sa në ndodhin. Nën vedije është shumë sa në interesant. Shumë është në interesant. E çtu po kuptoj të jo se nën vedije tu tretë keni ditë, hey, Dudu nuk e ka keq, ose Hygi se një çmim është. Njani mund të fitu. Por o tu na konvonu çështu, edhe po vazhdojnë ata sa mujna. E për si jo ndodhë që shtu, Eljona se ka po vetë. Dëgjoj, si për shembull të ta shpjegoj. Kur me Klodin ku pas debata me lëndrimin as që më ka ardhur një mundësi ku unë e kom një me debatu me to me dalë për mi ti, a me dalë nër ti. Po jo po edhe lëndrimi. Kur nuk më ka ardhur as lëndrimit si ka ardhur. Me Klodin ku pas debate për shkak një tjetër marrëdhënie që i na filloi. A folum na spotlight, mos harro tash do të thonë ti. A folum na lëndrimi ka spotlight, a e thu? Kur u çu lëndrimi, ku e kom ditur në story buri. Jo, tash më ta kallzoj punën në vedisë. Kur unë jam shpall. Lëndrimi është shpalli preferuar. Lëndrimi për mua çdo mrena u komplet ditës par fituesi. Për mua. Po pse jo gabim? Po për mua, tash unë ata pranoj realitetin, apo thotë edhe Hygerta që e pyeta a është veten fituese. Tash jo që ja bani vetes shefin edhe thuni ka me fitu. Jo, nën vedije. Apo kupton. Amo, masi jam shpallur në 100 herë preferuar, a kur e komenuane me spotlightin. Edhe kur je shpallur ti fituse, një lloj mendimallësie e morë. Kur? Pasi je shpallur favorite. E të fut me comfort zone. 2 herë. Jo, as një grim me një mallësie, që kjo është një gjë që jo edhe kur jam bu kapitene më gjujshi me një mallësie. Jo, e ke pas. Jo, vallaj me një mallësie, jo, po një siguri normal që thosha. Jo, edhe më një mallësie. Se une në qatë edhe më një mallësie. Kur më ka ardhë e shpallja për ferumes, une në qatë ku për një me nuk jam kun mirë, se e kom farsu vete në qatë mund të t'i them edhe kur e kam vënre këtë mëndje mallësin. Po duash, edhe konkretisht. Jo vallaj qëta se pranoj se mendje mallësi, veç mendje mallësi që të mrena s'kom të. Po, zemra, po. Se gjithmonë, jam kom hec me hapa pat sigur, gjithmonë jam mënu, kur s'kom hec veç me krytemin. Ti po thua siguri që unë jam, po themi fituse, unë po them mendje madhe. Po as mendje mallësi, unë jam njëri ma me pak mendje mallësi, Hyge e pas ke pa se ke pa mendje mallësi. Jo. Më kanë akuzuar dhe kur jam bu kapitene që jam bu mendje madhe. Asë dhe një grimve që e ku marrë. Po, pak, ego, pak. Me seriositet e ku marrë. Ego është qetë, pak. Kur ego është qetë automatik, të edhe nuk u fitova finale, kur shkova finale, nesit ku vesh hetë qa ndryshe. E që mu së më ka ndodhë që kjo se se kam që to. Po, është një falezeti, o një fa. Ludo, a din që ka u konë që ajo e preferuar? Edhe Hygi, ta shtëpi se ka shku në finale, o tjetë njeri. Ajo që e konë... Ju ka heka i farë, që thot, i farë... Derti, ja, qka po të... Po, sikleti. Jo, mu, kur jam shpallë e preferuar... Labi thë këvish finale me shku, s'du ma shumë. Kur jam shpallë... Jo, Labi thoshte do ta fitoj unë. Pak ma problem. Kur jam shpallë e preferuar, ajo kun lezeti, do më thonë, më ka hek çdo derë që e kum pas, vetë se e kum fajsu vetën në qatë ko, e di shumë mirë në qatë ko e kum fajsu vetën, kum thonë, o zot, jom femen e pamorajshme pse jom ka kom pëlqim për Klodin, se qatëher u kun që ajo, qatëher dul pëlqimi e qëto sene. Edhe për një me e kom një shumë kaq, o Ludo ti mos më fal për pëlqim mu unë mi fol kur do tu për zemër. Se ti nuk e din, ti... Po, ti... Jo bre burë, se one me pas mujt e kisha bo, e kisha rujt vetën t'ja aftu që jo me meqme, isha ku në meqme me rrustratin kisha shku nalt. Mi aftushe me rujt vetën. Sanin e par, a ditë që kishi dal ti, me pas shprej pëlqim, edhe mu distancu. Me thonë Klod, unë e kam shprej pëlqim, po tash topi është të ti vendose. Ti kinet offer, kur inen offer, automatik pëlqimi botë më madh. Ose e kina pas shoqnin që ashtu. Qa shoqnije me pas zotën? Zemër, ju, fjalla ma bukra sot që a kena mësu, nën vedi e keni funksionu të tretë edhe u krypuna. Interesi u konë, po, kur Klodi lëndrimi ka pas spotlightin,
Në vedije lëndrimi ka ditë se kur ai del çto 7% lojtarëve ju afrohen. Kushtrimi këta krejt. Edhe aja ka shfryzu këta, po nashta nuk i del çaq mirë. Ja, më kushtrimi se ka bërë. Jo, shumica ju ka ofru. Ju kanë afru. Po jo, për tash. Po ju kanë afru. O lutë najna kun shok edhe pa u shpall na njoni preferum. Najna kun shok. Ka dal, atë një forcu më shumë. Pa u shpall, do me thonë, na kena pas fatin që na pa pikën e interesit jena në mënyrën matë natyrshme të mundur. Te pjesa pelqimit ti mujtë menaxhu shumë. Pa e ditë ku po qëndron njoni ose edhe tjetri. Kam shprej pelqim në Hygin nuk ka interes, edhe isha distancu për Hygin. Më falë, si për shembull po ja fus kot nuk u bët edhe me kushtrimin? Unë me kushtrimin se pas najs, ata ka najt me kushtrimin. Ka nejt, që shka nejt edhe me mu, po dhe me jonë tjetër, me tjetër. Po dhe unë ata dy shodhe ma shumë gabim. Ti reqik vlajnë e madhë. Ata ka najt me kushtrimin. Ato kanë denjur dhe me Edin, ato kanë denjur dhe me mua. Ska lidhja jo. Në dytë. Shi prapë. Ja, qëto se besoj, ata ka najt me kushtrimin se ju ka najt me kushtrimin. Po nuk kanë denjur, pra nuk kanë kryuar të apërsin. Po mëj, që s'kanë bo hajgare edhe me ta, që jo, hajgare, po hajgare kanë bërë dhe me mua, edhe me... Do me thënë, kënë denjur se kemi patur energjin e njëj. Po me kushtrimin ka najt ma shumë, se ju ka shku hala ma shumë mua beti. O vlaj madh, na zgjo. Mos na lër pushim. Unë nuk e di, unë mendoj që e thetë sqarimin, kur tri persona që jënë për një me në shoqni edhe e ndodh një situatë edhe e keq kuptojnë një tjetrin ose e përjetojnë të tretë ndrysh, do me thonë të tretë, do me thonë, në këtë rast ata dy, mu ose une ata, s'pi kuptoj, une nuk e di, do me thonë, une qëtu pe qes lëndrimin njarë se me lëndrimin nuk, apet nuk po më rrinë shumë, adin, apet po më përqaf edhe e din se e dojmë një tjetrin, apet pe merë ma me letësi. Po nuk po dhënë këtë, unë po them që në nënvedije, gara ka qenë gjithmonë. Pavarësisht shoqërisë. Unë për një vese kum një vetën kur në garë me ta. Në nënvedije pra po them. Kur as dëgjoj, shi të tregoj rastin tim. Edhe po veç një sekund ta çoj dëgjoj, jo që ta kuptosh çapo të them. Po veç ta çoj deri në fund se çka deshta me thonë unë një gjë që unë s'pe kuptoj se në botën teme ç'shto është edhe nëse jom gabim hygi kallxoma. Ama unë si njëri pisho që të sen, jo si lojtare. Se unë e konsideroj shoqënia është një gjë njerëzore dhe jo një gjë e lojës. Edhe në momentin që ndodh një gjë, që ndodhi qëto, edhe unë, ata më kanë keq kuptu mua, ose unë i kom keq kuptu ata jom thy prej me, unë jom thy prej tynve. Edhe e shohim që kjo gjë dyqysh na ka lëndu në këtë rast të treve, unë si Eliona mendoj që ajo gjë për mund jetë të tretë ma mirë dhe për mund botë kjartë me një tjetrin, duhet mos qaru. Një problem që ndodhë në një shoqni, duhet mos qaru, jo për faktin që jo me ra dakord, për më mundu me kuptu një tjetrin, me kuptu one, ku kom qenë gabim one, ku kom pas faj one që i kom bo ata mundi ashtu, edhe ata me kuptu ku kom gabimi jam, ku kam pas ata nashti faj që one jom dje që shtu që jom dje. Jo për me thonë, për me jep dorën edhe mu bo kështë u harru. Po, une e ndje, e kom shumë atë ndjesin, atë dashjen, po du gjithë qështë i thuet. Dëshurin, po. Une e kom shumë dëshiren me kuptu ku kum gabu, edhe paka shumë edhe dhe dikone e kum kuptu, po jo hala komplet. Edhe une Klodi tje thash, une se kuptoj pëse ti, nëse ti nuk e kitë njëjtën dëshira atëherë, nërmat që kjo mu më lenë me nënkuptu që okej, që dash je mrena në loj. Gabimi jot është këtu, që ti po flet për një shoqëri të ndërtuar në rrethanat jashtëzakonshme, ku ka garë në mes. Nuk po flet për një shoqëri të krijuar jashtë. Tani, jashtë ne e dim
që jemi të vetëdijshëm që si familja, si shna do, nona, baba, vllai, motra, nuk na duan të tjerët. Njeriu sa do mos ta pranoj, është i ndërtuar egoist, të kërkoj të mirën për veten. Unë që jam e rritur dhe kam kalu shumë njetë, kam pasur shoqëri që jam prishur dikur. Pse? Sepse shoqëria e pastër është kur e konsideron tjetrin si familja. Dhe e ke provuar, ka kaluar sfida. Unë sot për shembull, sot për sot, kam një shoqe të ngushtë që jetën time, jetën e vajzës time, jetën e nënës time ja lë në dorë dhe jam e bindur, e di që është, e konsideroj pjesë të familjes, sepse e ka provuar veten. Dhe ku është prova e vetes? Është që ti duash tjetrin pa kushte. Mos të vësh veten në vend parë. Më kupton? Po, dashuria është pa kushte. Kjo është shoqëria, po. Kjo është shoqëria. Dashuria. Tani, ju u krijuat, e krijuat këtë shoqëri, unë po them që e keni krijuar me interes 100%, ose e keni kriju shoqëri, por e keni kriju shoqëri në rrethana të jashtëzakonshme. E keni krijuar brenda Big Brotherit, e keni krijuar në një garë ku luftohet për një çmim, për një sukses, për një famë, për një gjë që të ndryshon jetën. Më kupton? Pra, kjo shoqëri vihet në provë. Dhe në provën e parë thyet. Kupton? Shoqërinë duhet ta shohësh 2, 3, 4, 5, i kalon sfida, tan, derisa ta arrish. Më thënë që kjo është shoqëri, kjo është e pastër. Më thënë është e brisht si shoqëri, dhe të besosh shumë të kjo shoqëri që keni krijuar ju, është gabim. Është gabim. Ky është gabimi jote. Harrohet ja Se ti dje kuptova dhe Harroje. me të full me Klodin edhe Meta se Harroje. jam kot në finale Qa po të thoja për në ndërgjegjen? Prandaj doja të ta shpjegoja si rast. Po unë i thosha, do me thonë, u habitësha, nuk e di, do me thonë, se edhe unë e di, me janis tëp me diskutu edhe me mënu me bo biseda tendencioze, po u mënojsha me mish, do me thonë u mënojsha në ato temen, në mënyrën temen që shumë, me mundësit e mija, u mënojsha me lo me nënkuptu që nuk jam ka bëjt që të biset për lojë, edhe dikur i thash okej, adin që e kuptova që të biset e bojna jashtë. Se herë ke për pyetjen Klodi ti e bën për lojë? Shumë shpesh. Po, aj po ma bën tani. E kupton? Nuk e di, Hygen. Se di, amo apet në fund. Prandaj po them, shoqëria është, po mos të zihen dhe diçka poshtë, nuk do dilni në sipërfaqe. Reale dhe nuk do dilni në sipërfaqe. Po t'ishte kaq e pastër, 100%, nuk do dilni në sipërfaqe. Kanë qenë aty brenda të fjetura. Unë para se të vija këtu për shembull, e kam menduar edhe e kam studiuar veten, sepse unë ofertat për shembull për të qenë edhe këtu edhe atje i kam pasur çdo vit. Nuk e kam konsideruar kurrë. Me vetdije, unë thoja me këtë iden që duhet rrezikuar, duhet bërë diçka, pse jo. Nën vetdija, vonë e kuptova, më thoshte që jo, mos rreziko se je rehat. I ke gjërat disi, përveç ndoshta mund të dali keq. Kupton, frika ishte në nën vetdije. Pavarësisht se me vetdije, unë thoja që duhet rrezikuar. Ama nuk e merrja hapin. Pse se më dalonte nën vetdija? Frika që kisha brenda. Kupton? Dhe në këtë rast, duke e menduar, unë kam marrë 2 muaj gati për ta menduar dhe për të thënë, okej. Vetë për këtë, bëra, përveç e studiova veten. Dhe në fakt kuptova që ishte kjo që mua më pengonte. Se në fundit, unë të vetja kam besim, unë e njoh veten 100% kurrë jo, po 90% po. Dhe unë e dija që s'kisha pse e rrezikoja veten në këtë eksperiencë. Më kupton? Dhe thash, okej, duhet marrë për hap, duhet guxuar. Për një me më ka thuj pak që ajo, që për shembull, unë e di që komenti, do më thonë një ullëtës e ku marrë shumë si kritik, adin edhe e ku marrë shumë me sportivitet. Cilën?
që më tha, nuk e pres këtë cilje për një finaliste, duesh me qëndru shumë afort, është shumë fakt, për një me. Une edhe e di, edhe besoj që Hygi, tash ti te kisha pas që debat me dalë që pa pas që të thymje të shoqnis, që për një me nuk e kum kuptu, për një me më ka emocionu, e kisha kalu që thymja debat... shoqnis nuk ishte ardhë për para. E kisha, urna? Thymja shoqnis nuk ishte shfaqur më për para. Jo qëndrimet që janë majt e largimet e poja dhe ato janë shfrytëzu edhe